Shqipërisë që
Kemi nderuar himnet në interpretim të Art Ramadalit në trumpet përcjellë në piano nga Olti Topalli dhe kemi dëgjuar këngën Trim Bitrima interpretuar nga kori i qytetit të Vitis në përcjelljen në udhëheqjen e profesor Mustafa Ramavari. Me respektin më të thellë, sot përkulemi para kujtimit të bijve më të mirë të kombit, të cilët me gjakun e tyre shkruan historinë. Përmes kësaj ngjarje përkujtimore, japim zë mirënjohjes sonë të përjetshme për sakrificën e tyre, e cila nuk shuhet kur. Zonja dhe zotrinj, jemi këtu bashkë në nderim dhe kujtim të 7 dëshmorëve të komunës së Vitis, të rënë në betejën e lavdishme të Kosharës, si pjesëtar të brigadës 138 Agim Ramadani të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Mehdi Korani, Shabi Kajoli, Hoxh Yunus Zeinullahu, Njazi Rexhepi, Florin Maliqi, Safet Rexhepi dhe Remzi Xhaferi. Ata nuk e deshtën heshtjen dhe nënshtrimin, por me dëshirë zgjodhën ushtimën e armëve të lirisë, e cila jehon kudo edhe sot e asaj dite. Megjithatë, rendi e do që të ngritemi në këmbë për një nderim në heshtje. Lavdi, qoftë i përjetshëm kujtimi dhe nderimi për ta. Është nder që këtu ka ardhur vetëm nga kryetari i komunës së Vitis, Hasan Aliu, në kabinetin e kryetarit së Kolaliti, kryesuesi i kuvendit komunal Bekim Azizi, familjet e respektuara të dëshmorëve, përfaqësuesit e shoqatave të dalja nga lufta me kryetarin e shoqatës së familjeve të dëshmorëve Xhavet Jashari, kryetarin e kësaj shoqate Dega në Vitin Gjevgjet Ademi, shumë luftetarë të lirisë në krye me generalet Rustem Berisha e Fadil Hatërgjonaj dhe me kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s në Viti Idrisioni, si dhe kryetarin e shoqatës së invalidëve të luftës në Viti Demir Hasani. Këtu janë edhe veprimtarët e çështjes kombëtare e ish të burgosurit politik me kryetarin Gjevat Naziri, në kryetari i ballit kombëtar për Amerikë dhe Australi Ali Maxhuni, përfaqësuesit e shoqatës patriotike Qamria për Kosovë dhe diasporë në krye me kryetarin Besim Dinolli, zëvendës ministri në qeverinë e Republikës së Kosovës Arsim Ademi, pjesëtar të ushtrisë dhe policisë së Kosovës në krye me komandantin e stacionit policor në Viti, kapitenin Afrim Halili, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Viti Musametin Hoxha, përfaqësues të subjekteve politike, punëtor, student dhe nxënës. Më lejoni që në mënyrë të veçantë të përshëndes një person po aq të veçantë. Ai është luftetar i dëshmorëve që po nderohen sot. Është një trofe dhe kujtim i gjallë i luftës së Kosharës. Ai ishte mes vdekjes dhe jetës, sikur të gjithë luftetarët tanë. Një pjesë e trupit të tij u mbaros, por ai është gjallë. Zekeria Agushi ka ardhur nga Tiranë. Faleminderit Zuka që ka ardhur, faleminderit të gjithë bashkëpunëtarëve nga Kosharja që kanë ardhur nga Feriza, Gjilani, Kaçaniku, Hani Elezi, Prishtina, Gjilani dhe nga qytetet tjera. Betejë e Kosharës ka një rëndësi të veçantë, si historike, strategjike dhe kombëtare, për shkak të specifikave dhe rrethonave në të cilat u zhvilluan. Kjo ngjarje nuk njihet vetëm për thyerjen e kufirit në mes të Shqipërisë dhe Kosovës, por shënoi një fitore morale për
drejtësi të Kosovës. Kjo akademi, organizuar në përkujdesjen e kryetarit të Komunës së Vitisë Cokolariti, në bashkëpunim me shoqatet e tjera nga lufta e UÇK-s, është dëshmi e kujdesit institucional ndaj trashëgimisë tonë kombëtare dhe nderimit për dëshmorët e betejës së Kosharës. Ftoj me respekt të veçantë nënkryetarin e Komunës së Vitisë, zotin Hasan Aliu, që të na drejtohet me një fjalë rasti. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve komunale, kryesuesi i vendit komunal, shoqata të dalëve nga lufta, duke filluar nga niveli qendror gjatë gjashtë kryetari familjeve të dëshmorëve, kryetari veteranëve, i drejtësuni, komandanti i policisë në Vitin, Rafim Maliti, kryetari i shoqatës familjeve të dëshmorëve Tega Medici dhe Ademi, i pensionistëve sa po formuar tash në Viti, duke ju uruar dhe shëndet dhe suksese për formimin e asaj shoqate, për kujdesjen e saj, zëvendësministër, kryetar i Aleancës Labinat Xhimi, nënkryetar i vallit kombëtar, shqiptar të vendit komunal, kryetar i shoqatës burgosnik politik dhe të gjithë të pranishmët në këtë sallë. Lejoni që sot, para jush këto në mendimin të kryetarit dhe në qytetarit të Komunës Vitisë, e kam ndalë përshëndetje të veçantë për dy generalit, të cilët sot morën pjesë këtu, zbashku me të gjithë luftetarët, të cilët ishin shokë, tyne të cilët e përjetuar përjetësi që t'i përcjellin me një dorë trokitje dhe me ngritje në kom luftetarët e dy generalet, t'i shohnin në kom sa këtu në këtë sallë. Prandaj kërkoj gjithë luftetarët e Kosovës, Falënderit dhe respekt për kohën që keni gjetë sot, që jeni me di, unë nuk dashta me veçu se pas njërin e cili zbashku me 7 dëshmorët të Vitisë e ka vu themelin e shtetit Kosovës në Kosharë me një pjesë trupit, por besoj se të gjithë ju zbashku me generalet dhe luftetarët keni pas fat dhe sot jeni në lirin që po e gëzohen në gjakën e tyne dhe në mundën dhe luftën e juaj. Respekt për është. Sot jemi mbledhur këtu në këtë akademi përkujtimore për të nderuar kujtimin e 7 bimeve të mirë komunës sonë, bive që lanë gjithçka për të dhënë më të mirën tjetë. Në betejën e lavdishme të Kosharës, ata nuk shkuan thjesht për të luftuar, ata shkuan për ta bërë histori. Mehdi Korani, Shafik Ayubi, Yunus Zenullah, Safet Rexhepi, Niazer Rexhepi, Florin Maliqi dhe Remzi Xhaferi janë emrat që për ne nuk janë vetëm simbol i sakrificës, por udhë refyz të krenarisë, qendresës dhe dashurisë pa kusht për ato. Kosharja nuk ishte vetëm një betejë ushtarake, ajo ishte një thirrje për liri, një përplasje mes të drejtës për të qenë të lirë dhe dhunës që kishte rrugëruar popullin tonë për dekada. Aty u thya përfundimisht miti i frikës, aty u shkrua një kapitull i ri i historisë sonë me gjakën e më të mirëve, mes tyreve dhe bive të Vitisë. Sot në çdo hap që bëjmë në liri, në çdo rrugë që ndërtojmë, në çdo shkollë që hapim, në çdo ëndër që e shohim të realizuar në këtë vend të lirë, është në sakrifica e tyre që na udhëheq. Mediu me guximin e tij, Shapiu me vendosmëri, Junusi me dashuri për të vërtetën,
Safeti dhe Niaziu me përkushtimin vllazëror, Florimi me shpirtin rinor dhe Remziu me idealin e pasur për liri, të gjithë bashkë nga lami amanet, ta duam Kosovën, ta ndërtojmë me dignitet, ta mbrojmë me përgjegjësi. Nuk ka fjallë që mund të përshkrujmë dhimbjet që familjet e tyre mbajnë në zemër, por sot ta dini se gjithë komuna Vitise ndjen krenarin dhe borxhin ndaj tyre. Ne nuk do të ndalemi të përkujtuari, së nderuari, së ndërtuari mbi gjurmë në çelava ta. I përjetshëm qoftë kujtimi për Medi Koranin, Shabi Kajolën, Januz Zelullah, Safet Recep, Niazi Recep, Florim Madiqi dhe Remzi Xhaferi. I përjetshëm qoftë kujtimi për të gjithë dëshmorët e lirisë, lavdi për jetë Kosovës legjendare, lavdi për jetë Kosovës së Lirë. Ju falenderoj. Faleminderit zotin e kryetar. Betejë e Kosharës mbetet një nga përballjet e suksesshme të forcave të ushtrisë ligjare të Kosovës, jo vetëm për bilancin e të vrarëve nga pala e armikut, e cila kishte vënë në dispozicion gjithë arsenalin e mundshëm të luftës. Madje edhe oficerët serbë, betejën e Kosharës e përshkruajnë si më të rëndën gjatë luftës në Kosovë, duke e quajtur edhe si ferin e vërtetë. Një kumtesë për rëndësinë historike të betejës së Kosharës në emër të bashkëluftëtarëve të brigadës 138, Agim Ramadani do ta paraqes profesor doktor Bali Gashi. Ai është profesor universitar i studimeve të sigurisë kombëtare dhe autor i librit Kosharja, Altari i Gjinisë. Fjalët e tij do të na ndihmojnë për të kuptuar më thellë sakrificën madhore të atyre që luftuan dhe dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Kam nderin ta ftoj profesor doktor Bali Gashi. Nuk ka akt më të lartë se sa dëshmia e tyre për luftën shërimtare. Nuk ka sublimim më të lartë se sa gjaku i tyre i derdhur për liri. Nuk ka sakrificë më të madhe se sa pjedestali i vetëflijimit për atë fej. Heronjat e USHK-s, epopejë sonë së Kosharës, që sot po i përkujtojmë, Medi Korani, Shabi Kajolli, Januz Zelullahu, Niazi Recepi, Florim Madiqi, Safet Recepi dhe Remzi Xhaferi, me aktin e tyre të trimërisë ngritën lart emrin e Vitisë, të Anamoravës dhe të mbar Kosovës. Ata nuk janë vetëm emra, ata janë pjesë dhe vetë historia e gjallë e lirisë sot. Shumë të nderuara familjet e dëshmorëve, invalid dhe veteran të brigadës 138 Agim Ramadani, shumë i respektuar i general Rustem Berisha, komandant i yni brigadës 138 Agim Ramadani dhe ministri i parë i mbrojtjes së ushtrisë tonë, Nikoqer i nderuar Sokol Haliti dhe bashkëfalës nën kryetar Zoti Aliu, kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve Zoti Xhavet Jashari, shoqata të familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të Vitisë, autoritete fetare, ushtarake, policore dhe lokale, nën kryetari i Ballit Kombëtar të Kosovës dhe kryesues për Kanada dhe Amerikë Zoti Ali Maxhuni, bashkë luftëtar dhe bashkë invalid dhe veteran të Vitisë, shumë të respektuar Baca Qemal, profesor Farush, familje Muhamedit, familje Korani, familje Madiqi dhe familje Xhaferi dhe familje Kajolli, zonja dhe zotrin të nderuar të pranishëm. Jam i nderuar sot që në emër të ish brigadës 138 dhe ish shoqatës tonë, brigadës 138 Agim Ramadani në Kosharë, t'ju drejtohem në këtë akademi për kultimore, sallë që mban emrat e dy dëshmorëve Gursels dhe Bajram Sulejmani, ku këtu para 19 vite pata nderin me 7 maj 2014 të jem prezent në një akademi për kujtimore për dëshmorin Safet Recepi, derisa sot jemi mbledhur për të ndëruar në një format krejt ndryshe, i pari këtij lloji unifikues për dëshmorët e Kosharës, nga vitia ide kjo e inicuar nga Baca Qemal
që të kemi një datë unike, mbështetur edhe nga Këshilli Organizativ dhe Komuna, e që një model I tillë ishte realizuar edhe vitin e kaluar në disa komuna për të rënët e betejës së Kosharës. Për dijenin tuaj, unë kam përgatitur një kumtesë tematike për këtë akademi të posaçme, jo thjesht një fjalim përkujtimor, për të lartësuar herënjët e vitis ndaj kërkoj kohën të vëmendjen tuaj. Në trajtimet që u bëhen si funksion I aktit të flijimit dëshmorëve, shpesh ndodhin paraqitje të ndryshme, por kuptimi I tyre I thellë mbetet I pandryshuar. Mirëpo kur flasim për herënjët e Kosharës, nuk kemi të bëjmë me figura që I nënshtrohen klasifikimeve të zakonshme, apo qasjeve të thjeshta krahasimore. Në këtë rast, ky rregull është unik. Kjo për shkak të peshës historike, emocionale dhe sakrificës që ata përfaqësojnë. Zakonisht, zgjidhet një metodë trajtimi në 3 dimensione, që bëron nga vetë shpirti I familjar, adhetarizmi I tyre individual dhe aktit të flijimit. Kjo metodë nuk është vetëm mënyrë nderimi, por një akt ndërgjegje kolektive dhe rikthim për vlerat për të cilat ata dhanë jetën. Kjo qasje adhetare I shes dëshmorët jo si numra në statistika historike, por si themel kalas së lirisë. Ata mbeten një gjendje pandryshuar e përkatësisë sonë më të thellë edhe kur realiteti përreth nesh ndryshon. Prandaj, trajtimi I figurës si funksion sublimues bëhet përmes kësaj metode, që ngërthen patriotizmin si vlerë kryesore, duke I paraqitur ata si simbol I përhershëm I rezistencës, guximit dhe sakrificës. Në këtë kuptim, kjo metodë është më e përshtatshme për të nderuar herënjët e Kosharës dhe veçanërisht herënjët e vitis, sepse ata I rikthen në kujtesën tonë jo vetëm si histori, por si frymëzim I përhershëm I të qenit shqiptar dhe luftëtar I ushtrisë qeveritare. Figurat emblematike, emrat e spikatur të herënjëve të vitis, të ngritur në altarin e lirisë në betejën e Kosharës, për t'i kuptuar më thellë, do të na duhet një retrospektive shkurt historike kësaj vetdije kombëtare të herënjëve të vitis. Kjo rikujtesë të nderuar pranishëm nga dëshmitë historike na kujton vitin 1912, kur ushtria serbe kishte kryer akte të tmerrshme barbare ndaj popullsisë shqiptare në anë Morav, fshatrat të tëra të vitis u dëgjën dhe u shkatruan tërësisht. U masakruan qindra civil të pambrojtur, përfshirë burra, gra, plezë dhe fëmijë. Ndër shembujt më të dhimbshëm të kësaj historie makabre ishte ajo masakra e Kabashit të vitis, me 54 civil të masakruar e të gruposur në varre masive. Në fshatrat e vitis, vetëm për gjatë këtyre 2 viteve, 12 dhe 13, u vran mbi 350 luftar apo civil shqiptar. Kjo tragjedi nuk ishte thjesht një kapitull I kaluar, por një plagë e gjallë në kujtesën historike të vitis. Andaj, vetdia për lirinë nuk lindi rastësisht, ajo u ngjiz ndër breza përmes dhimbjes, gjakut dhe qëndresës. Pikrisht kjo trashëgimi e dhimbshme dhe e lavdishme u skalit lart thellë në shpirtin e luftëtarëve të vitis, që sot I nderojmë si dëshmor të Kosovës dhe heranj të Kosovës. Tani, epopeja e Kosharës, lufta e Kosharës, beteja në Koshare, fronti I Kosharës, ferri I Kosharës, cilësim nga pala armike, operacioni më kompleks I luftës për liri, kufiri I shembur, luftëtarët, gjaku I derdhur, herënjët, invalidët, veteranët, para së gjitha shembulli I komandantëve dhe komandimit. Rasa e Kosharës si krye beteja, janë vetëm disa nga formulimet që I atribohen madhështisë së kësaj lufte, ajo që I dha fund për liri, ajo që I dha fund lirisë, që I bëri nderim më të madh kombit dhe atdheut, siç I bën nder edhe heronjat e kësaj beteje, prej tyre 7 heronjat e vitis e njëri Remziu nga Tanusha I Lirit, gjithsej 29 dëshmorë të USHK-s që dhanë jetën nga vitia për çlirimin e Kosovës. Të nderuara familjet e dëshmorëve, audiencë respektuar, në harkun kohor prej 19 prillit, 5, 6 e 7 majit dhe 4 qershorit të vitit 1999, kjo distancë kohore përbën edhe përmbajtjen kryesore të kësaj materie, si cilësimin, epitetin, aktin e flijimit dhe vendin e rënjes, I cili jo rastësisht është I njëjtë për të gjithë heronjët e vitis, sikurse edhe ashpërsia frontale e betejës, pra rasa e Kosharës, një pozicion shumë specifik I luftës dhe neuralgjik I betejës, duke u kuptuar
që herënjët e vitis kishin të njëjtën vetije, të njëjtin guxim, përgatitjen për sakrificën e madhe. Në sintezën tonë krahasimore vlerësuese, për të respektuar kohën tuaj, trajtimi i kësaj kumtese vije në një version të shkurtuar, ndërsa formati i plot përmes biografive të zgjeruara veç e veç i përgatitur në dokument prej 17 faqesh do të jetë i qasshëm për lexim pas kësaj akademie. Aspektet në vijim që do të theksojmë janë simetria e aktit të tyre të flijimit, cilësimet, epitetet dhe vendi i rënjes që i karakterizon dëshmorët e vitis si trajte përbashkët, shkurtazi në ditët më të vështira të luftës në rast të Kosharës. Pikërisht, në paraditën e hershme fillojnë luftimet e datës së 19 prillit. Kësaj lavdije i shtohet dëshmori i parë i kësaj betejë Mehdi Abdullah Korani, i njohur në luftë me Nofkën Kori, ndërsa po atë ditë u fliu edhe kolosi ynë i madh, heroi i Kosovës, veterani Sali Çekaj. Gjatë kësaj dite të përgjakshme, në altarin e Lilis do të bien gjithsej 13 dëshmorë. Në analizën mbi fenomene rastësore, është interesant të kuptohet rënditja kohore numerike. Gjithçka e ndodhur jo në rastësi. Derisa me 5 maj flijohen 5 dëshmorë, një ditë më vonë me 6 maj flijohen 6 dëshmorë. Simetri mbi njerëzore statistikore interesante për të ardhmen në studim. Heroizmi i dëshmorëve të rënë në betejën e Kosharës me 5, 6, 7 maj 1999 shpaloset si vetdije sublime të sakrificës ku çdo emër bart një akt të veçantë flijimi dhe trimërie. Në qendër të kësaj epopeje qëndron i padalluar emri i heroit Hoxh Yunus Zeinullahu, i cilësuar si shembull i vetë flijimit sublim, që me aktin e tij unik u bë simbol i një brezi që zgjodhi vdekjen për të na dhënë jetën. Ai nuk ishte vetëm figurë fetare, por një prerës shpirtëror e patriotik i një ideali që të i kaloj kufit e të zakonshmës. Krahas tij, edhe heroi Shabi Faik Kajolli mishron një trashëgimi unike historike, duke përfaqësuar 3 gjenerata dëshmorësh me të njëjtin emër. Cilësim ky prej heroit, hero në 3 gjenerata, çka e bën flijimin e tij simbol të qëndresës shqiptare ndër breza. Modeli i aktit të flijimit të Junusit pasqyrohet në vendosmërinë e luftëtarëve si heroi Njazi Ramiz Rexhepi, i cilësuar simbol i pathyeshmërisë së luftëtarit, që me vetëdije të plot luftoi drejt vdekjes për të ndaluar armikun në rast të Kosharës. Ashtu si Junusi, edhe Njaziu e kishte përçafuar flijimin si mjet për të fituar përjetësinë. Në këtë vit të qëndresës dhe sakrificës i njohur me cilësimin luftëtar i fronteve kritike, radhitet edhe heroi Florim Baki Maliqi, i cili në ditën kritike të 6 majit bie heroikisht në luftën e ashpër si një tjetër shembull i vendosshmërisë për të mos lejuar thyrjen e vijës së frontit. Po atë ditë, me vendosshmëri dhe përkushtim, guxim e trimëri, e gjejmë të nesërmën edhe heroin Safet Qemajl Rexhepi, vetëm 19 vjeçar, i cili më i riu në këtë panteon heronjash luftoi për të vazhduar amanetin e të rënëve, duke dhënë jetën në betejën që kërkonte shpirt të madh, guxim të rrallë dhe duke u cilësuar sy pa tremburi, luftëtari që bukurinë e rinisë i afali atë dheu. Të nderuar të pranishëm, emrat e tyre nga e njëjta origjinë. Ky brez i lavdis lidhen mes vete jo vetëm përmes datave të rënjes në fushbetejë, por edhe nëpërmjet aktit të përbashkët të sakrificës së madhe për atë dhe. Ata nuk rënë rastësisht, por me vetëdije të plot duke ndjekur shembullin si ai i Mehdiut, Junusit, Shabiut, Njaziut e Florimit, duke trashëguar nga më i riu në moshë siç ishte Safeti. Heroizmi i tyre kërkoi beslidhjen nëpërmjet një testamenti të përjetshëm për lirinë, duke i bërë nder atë dheut, vetdijes, familjes së tyre, duke merituar majat dhe duke mbetur thellë në kujtesën tonë historike. Nuk është rastësi që thuhet çmimi dëshmor, është çmimi që nuk mund ta paguajnë dhe nuk mund ta meritojë çdo kush. Prandaj, dëshmori i fundit, siç e shihni edhe në pano prapa nesh, por i pari që nisi rrugën nga Tanusha drejt lirisë në betejën e Kosharës është edhe heroi i Kosovës Remzi Danush Xhaferi, të cilin sot e nderojmë dhe e kujtojmë me respektin më të thellë. Remziu ra heroikisht me 4 qershor 1999 në altarin e lirisë, duke u bërë i pavdekshëm në kujtesën tonë me epitetin heroik, dëshmi e gjallë e guximit dhe atë dashurisë.
Përjetimi që ndjejmë sot në këto momente, kuptojmë se historia nuk mësohet vetëm nga librat, tregimet apo filmat, ajo kuptohet më fort kur qëndron afër heronjëve, kur ata i njohë, ishe në rresht me ta dhe e morre amanetin e fundit prej tyre. Zonja dhe zotrinj, kolosëve të Vitis që po i përkujtojmë sot, një vëmendje të posaçme i kanë kushtuar për 2 dekada e gjysmë lirie edhe shoqatat e dala nga lufta në nivel qendror dhe në nivel lokal. Komuniteti i këtushëm, mërgata dhe mediat lokale, duke i dhënë jehon heronjëve të Kosharës, lartësuan emrat e tyre dhe veprat e tyre për lirinë e atë. Gjithnjë në përvjetëtorët e tyre, institucionet lokale çdo vit organizuan akademi solemne, homazhe, aktivitete artistike, kulturore, sportive, i u ngritën memoriale, shtatore, buste, këngë, poezi, emra shkollash, rrugësh, sheshe dhe dokumentar filmik. Siç e dini, në përvjetorin e 20 të betejës së Kosharës, vit ky jubilar, ish presidenti Hashim Thaçi i pati nderuar dhe shpallur heronj të Kosovës të gjithë 114 dëshmorët e Kosharës të rënë në betejë me titullin presidencial Urdhri Hero i Kosovës. Lartësim ky institucional që flet për sakrificën, madhështinë dhe dimensionet e kësaj beteje. Luftë kjo që nxorri edhe dëshmorët heronjët e Vitis, ku secili nga ta ka një trashëgimi familjare, histori të veçantë të rrugtimit dhe akt personal flijimi, duke u rënditur në faqet më të ndritura të historisë sonë moderne çlirimtare. Gjithashtu, për dijenin tuaj, për të nderuar secilin në herot e Kosovës, me nismën e komandantit generalit Rostem Berisha në vitin 2022, sipas vendimit të kuvendit të shoqatës ish brigada 138 Agim Ramadani, të datës 5/02/22, për të gjithë dëshmorët e Kosharës u organizuan ceremoni në për të gjitha komunat e Kosovës për ndarjen e certifikatave, flamurit të brigadës dhe librit autorial të vullosur Koshari Altari i Lirisë. Nderim ky që ishte bërë për të gjitha familjet, ngjarje kjo që kishte ndodhur edhe për dëshmorët e Vitis në një ceremoni të veçantë nismë kjo që u mbështet si çdo nismë tjetër dhe nga kryetari juaj Sokol Haliti, paçka dëshiroj ta falenderojmë publikisht në emrin tim dhe në emrin e stafit të brigadës për gatishmërinë e tij personale, autoritetin institucional që çdo vit të na krijojë kushte për nderimin dhe lartësimin e dëshmorëve të Kosharës. Krejt në fund, zonja dhe zotrinj. Sot përballë këtij amaneti të shenjtë që na lënë dëshmorët, ne nuk përkujtojmë heronjët vetëm si emra të një regjioni, por një vepër sublime të përbashkët kombëtare, një sakrificë të pandar, një beslidhje të pathyeshme për liri. Nuk janë vetëm emra të posaçme, ata janë një trup, një zemër dhe një ideal. Ata ishin drita një flake të vetme që quhet pushka e lirisë. Prandaj, sa herë që ndalemi përballë emrit të tyre, ne do t'i kujtojmë me respektin më të lartë heronjët tanë, se Mejdiu, Shabiu, Jonuzi, Njaziu, Florimi, Safeti dhe Remziu janë emra që nuk i përkasin vetëm një kohe apo vetëm një shekulli, por i përkasin përjetësisë. Ata nuk u dorëzuan, por u ngritën mbi vdekjen për të na dhuruar jetën. Dhanë gjithçka për të na lënë gjithçka, frymën, lirinë, dinjitetin dhe krenarinë tonë kombëtare. Nuk ndaloj jeta e tyre, kur ndaloj jeta e tyre, rifilloi jeta dhe historia jonë. Me rënien e tyre rilindi shpresja një kombi. Ata u bën heronj, jo vetëm në emër, por në përjetim të përditshëm të secilit nga ne. Heroizmi i tyre nuk ishte një rrëfim i së shkuarës, por urdhërrëfim i së ardhmes. Prandaj, siç na mësoi Zoti, se nuk ka vdekje për ata që bien për liri, edhe pse ne nuk e kuptojmë gjallërinë e tyre, ata jetojnë përgjithmonë në botën e përjetësisë, në ndërgjegjen tonë, në flamurin kuqezi që një ditë herët vonë të realizojmë amanetin e tyre që të jemi një unik dhe të pandar. Ndaj, sot në 26 vjetorin në nderim të jetës dhe në nderin e familjeve të tyre, Vitia sot, Ana Morava, Kosova dhe e gjithë Shqiptaria përgjithmonë do të mburren me jetën dhe veprën e tyre heroike. Lavdi luftëson të shajt betejës së Kosharës,
Ju falenderit për vëmendjen, lavdi e pavdekshme. Faleminderit profesor për sakrificën tuaj në luftë, për kontributin shkencor dhe po ashtu faleminderit që na sodët në këtë mënyrë virtytet e dëshmorëve tanë. Betejë e Kosharës mbetet unike dhe për pjesëmarrjen masive të luftëtarëve nga të gjitha trojet etnike, e gjithë Evropa, Amerika, Kanadaja e Australia dhe po ashtu mbetet betejë më e përgjakshme, siç tha profesori, me 114 dëshmorë, tani heronj, e me mbi 400 të plagosur. Ndryshe nga komuna e Vitis, aty morën pjesë mbi 60 luftëtarë, 7 prej të cilëve ranë në fushën e nderit, kurse 5 të tjerë u plagosën. Në këtë ditë për kujtimi dhe krenarie, jemi të nderuar që në mesin tonë e kemi njërin nga udhëheqësit e betejës së Kosharës, i cili jo vetëm që qëndroi krah për krah me luftëtarët dhe dëshmorët tanë të lavdisë, por edhe sot është zë i gjallë i asaj sakrifice. Me kënaqësi të veçantë ftoj në skenë ish komandantin e brigadës 138 Agim Ramadani, general Rustem Berisha. Shumë të nderuara familjet e dëshmorëve, në veçanti familjarët e dëshmorëve, 7 dëshmorëve që po i përkujtojmë sot, familja Korani, Recepi, Kajolli, familja Maliqi, familja Gjaferi, familjarët e dëshmorëve, shoqata të dalur nga lufta, të nderuar pjesëmarrës që sot jemi mbledhur këtu për të nderuar, jo vetëm për të kujtuar veprën e këtyre 7 heronjve të Vitis, por për të nderuar dhe për të përulur me respektin më të thellë ndaj veprës dhe sakrificës së këtyre 7 heronjve të cilët u filluan në pranverën e vitit 1999 në frontin e Kosharës. Parafolsi foli për rëndësinë e betejës, por unë në pika shkuta në të rrezas shumë, qëllimi ose objektivi kryesor i betejës së Kosharës ishte heqja e kufit shqiptar me forcën e armës, kufi i cili ishte vendosur padrejtisht në mes të shqiptarëve. Padyshim si madhështi e kësaj betejë e shtojnë edhe pjesëmarrja e luftëtarëve nga të gjitha trevat shqiptare. Kjo betejë është një fitore e madhe ushtarake, një fitore e madhe politike, është simbol i bashkimit dhe nuk i takon asnjë partie politike apo individit, por betejë e Kosharës është të gjithë shqiptarëve dhe ne mburremi me ata që kemi arritur të krijojmë unitetin edhe bashkimin e gjitha organizimeve ushtarake në frontin e Kosharës. Po ashtu kjo betejë i ka të veçantat e veta, por mbi të gjitha suksesi i kësaj betejë është i lidhur ngushtë me këta 7 herojt e komunës së Vitis që përkujtojmë sot, por jo vetëm me këta, por edhe me të gjallë e kësaj ane që nuk ishin në numër të vogël, e që unë si komandant i asaj brigade përhërin burë edhe të burën me guximin, sakrificën dhe heroizmin e këtyre luftëtarëve nga komuna e Uri. Padyshim si këta që po i përkujtojmë sot e po i nderojmë nuk ishin vetëm luftëtarë të thjeshtë, ta ishin bitë, baballarët,
ishin vëllezërit, bashkëtarët tonë, ishin viti kësaj toke, të cilët në momentet më të vështira i dulin Zotë Ardell dhe dhana më të shtrenjtë që kishin jetën e tyre për shqipimin e Kosovës. Veçanti du t'i falenderoj të gjithë organizatorët të cilët sot në mundësu që të themi disa fjallë për këtë rima, pashtu të dua të përshëndes të gjithë të hyrëtarët e të gjitha kohërave që janë prezent edhe që ndërojnë këtë vërtetë. Lavdi të gjithë herojve të dëshmorëve të luftës së shqiptarëve të Kosovës, lavdi të gjithë atyre që krijuan për lirinë e Kosovës, lavdi shtatë herojve të vitis. Ju falenderoj shumë, ju kërkoj falje se nuk i kam përshëndet veç me emrin, po përshëndetja për të gjithë të që jeni prezent. Falenderoj shumë. Faleminderit, general. Faleminderit. Në emër të shoqatave të tala nga lufta e lavdishme e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, fjalën e tij do ta ngjallin kujtimin për sakrificat e mëdha të familjeve të dëshmorëve, të cilat jo vetëm që humbën të dashurit e tyre, por edhe u bën simbol i guximit dhe qëndresës së papërkullshme. Tani, me nder dhe për ulësi, ftoi kryetarin e shoqatës së familjeve të dëshmorëve, Xhavet Jashari, një njeri që bart në vete barën e kujtimit dhe nderimit për ata që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Spari, me lejoni të përshëndes organizatorët, përfaqësues e komunës me nënkryetarin Hasan Aliu, organizatat e dala nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, degët viti, familjarët të dëshmorëve që po i kujtojmë sot, të nderuar invalid veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, komandant të Kosharës Rrugës Fadel, i nderuari dhe respektuari profesor, veprimtarë, adhëtarë, çështjes kombëtare, burgosin politik, gjithë ju të pranishëm që jeni sot për të kujtuar dëshmorët që janë lindë, kanë bën në ecë dhe në rritje në viti, por për masa veprimtarisë e luftës, sakrificës dhe rënies tyre është për masën kombëtare dhe sa herë flasim për Kosharën, flasim dhe nderojmë gjithë ecjen e popullit tonë për lakadredhat e historisë, sepse çdo herë ka pas bill dhe bija që në formë individuale apo të organizuar kanë bërë përpjekje, kanë bërë lufta. I nderojmë dhe i respektojmë gjithë ata veprimtarë, adhëtarë, pa cilët dhe pa kontributin e tyre nuk do të mbanim gjallë idealin e të parëve tonë. Me dolin nga mendja ta përshëndes edhe përfaqësuesin e policisë e Kosovës, por megjithatë duhet na besoni sepse është vështirë të mbajmë gjithë emrat në mendje. Unë po bëj përpjekje sepse nuk mund të flas se veprimtaria e dëshmorëve që po i kujtojmë sot është më shumë se sa që flasim e do të flasim në këtë akademi dhe është vështirë me gjetë fjalë për të pashkruar veprimtarinë adhëtare, jetësore dhe luftën dhe kontributin e tyre deri në rënie, pa të cilat rënie sot nuk do të ishin të lirë për dëshmorët e kombit, por duke dëgjuar profesorin e nderuar mu kujtua në thënie e luftarit të madh, Ismet Jasharit Kumanova.
Ai në moment kishte thënë se unë dua të jetoj derisa ta shoh popullin tim të lirë dhe të bashkuar. Dhe pastaj me dëshirë let me vije vdekja kur të doj. Gjitha ta luftarë, jo vetëm koshare, po gjitha ne ku janë zhvilluar luftra për liri, qlirim dhe bashkim, e kanë pas një qëllim. Pra, lirin, qlirimin dhe bashkimin e tokave shqiptare. Vetë fakti i dëshmorëve nga gjitha trojet shqiptare në betejën e Kosharës na jep këtë të drejtë që çdo herë duhet ta themi se përveç lirisë, qlirimit, synimi, po edhe në përputhje me betimin e ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ka qenë edhe bashkimi i shqiptarëve në një shtet. Sot kur i kujtojmë dëshmorët e kombit, mendoj se Kosova duhet të ketë institucione të cilat çmojnë, respektojnë, nderojnë sakrificën e popullit tonë në përbreza, në periudha të ndryshme kohore të historisë tonë, të lavdisë dhe të krenarisë, por mbi gjitha çdo ditë, kushdo që është, qoftë në institucione lokale dhe qendrore, duhet ta kujtoj luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse pa këtë luftë ne sot nuk do ta kishim bërë. Nderuar pranishëm, kam thënë edhe një herë po e ripërsëris, lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës është vlerë e secilit që sot jeton i lirë. Dhe kur ta kuptojmë plotni secili qytetar se pa këtë luftë nuk do të ishim të lirë dhe kjo luftë është vlerë e secilit, e mbi gjitha është vlerë e institucioneve të Republikës të Kosovës, sepse pas lirisë janë kriju këto institucione, atëherë mendoj se do të qëndrojmë mirë, do të ecim bindshëm dhe pandalshëm në amanetin e dëshmorëve që po i kujtojmë sot, dhe gjithë dëshmorëve tjerë, kudo dhe kurdo që kanë rënë për liri e atë dhejtë. Të respektuar pranishëm, nuk mund ta kaloj edhe pa drejtësi që po i bën kësaj lufte drejtë të pastë. Sot, kur kujtojmë anë e kënd dëshmorët e rënë për liri, nuk janë fizikisht me ne, barësit dhe udhëheqësit e luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Cali, Fadili, Shala, po dhe gjithë ata tjerë që mbahen pa drejtësisht nga një gjykatë selektive, nga një gjykatë e njanshme, nga një gjykatë e cila është ngritur me shpifjet të një raportit, të Dick Martit, nga një gjykatë dhe një prokurori e cila bashkëpunon ngushtë me prokurorinë e Serbisë dhe me njerëz që nuk ja duan të mirën vendit dhe lirinë e kësaj pjese të atëdhejtë që quhet Kosovë, mendoj se bashkarisht, kur i lyp nevojat duhet ta ngritim zërin, sepse ata nuk janë atje individ, sepse janë themelusit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe nuk është qëllimi i kësaj gjykate, me gjithë ato që i thash më parë, për të dënuar Hashim Thaçin se individ, për të dënuar Jakubin dhe të tjerët, por është qëllimi kryesor që tendencat janë për ta kriminalizuar luftën e lavdishme dhe drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Si çdo herë edhe nga ky vend ju them se nuk ka forcë, nuk ka prokurori, nuk ka gjykatë që luftën tonë drejtë dhe të pastër që është zhvillu për liri qlirim, për lirinë e popullit, siç e gëzojnë lirinë të gjithë popujt tjerë që mund të na kriminalizojnë dhe të barazojnë me gjithë atë që ka bërë ushtria, policia serbe në Kosovë. Lavdi dëshmorëve, ndër dhe respekt juve, ndër dhe respekt të gjithë ata që i çmojnë, i nderojnë, i respektojnë, po dhe i japin vendin meritor dëshmorëve, invalidëve, veteranëve dhe gjithë ata që kanë
kontribu në çfarë do forme për ta deri te liria e Kosovës. Ju falenderoj. Faleminderit, zoti Ashari. Në vazhdim, ftoj me respekt të veçantë Pacën Qemail Rexhepi, i cili do të na drejtohet në emër të familjeve të dëshmorëve. Si baba i dëshmorit Safet Rexhepi, ai mban në zemër kujtimin dhe nderimin për një jetë të dhënë për atë. Fjalët e tij do të na udhëzojnë për të kuptuar më mirë thelbin e dashurisë që dëshmorët kishin për vendin dhe popullin e tyre. Të nderuar të pranishëm, të nderuari në kryetar komune, kryetar kuvendit, profesor Bashkërisë Gjamë Zubi Hoxha, partitë politike, kryetari shoqatës familjes dëshmorëve në nivel qendror, dhe ato tonat e role qytet. Quni general Rustem Berisha, Fatih Hatërxhamaj, i nderuari Barigashi, të nderuar partitë politike të VS Aleancës, musafer të nderuar përvozë politik, sot musafer Gala që na keni nderuar, bashkëpunëtar të Safetit, që sot bashkëpunëtar të Mediut, bashkëpunëtar të Ziut, Shabiu, Lorinit, Kremzijës dhe gjithë veteranë sot që kanë nderuar këtë akademi, u thanë për forcit e mi që falë sot, jam shumë nderuar që kam marrë që sot, unë çka tham tjetër për postë lavdi e dëshmorëve, këta djerë ishin tonë, në momentin që morën rrugën e luftës, ata nuk ishin modern tonë, ata nuk ishin non, ata nuk ishin bërë, ata s'kishin bërë as motër, por në momentet më kritike e kishin bashkëtorë të dhe, të cilët në momentet më kritike jam shenë sytë, jala këtë busë, andaj në jani edhe njëherë të falenderoj për këtë akademi që kemi filluar sot të bëjmë. Është krenari linja e pa ndash në është në mezër ato, liria pa gjak nuk fitohet ju nënat e dëshmorëve, gratë dëshmorëve, fëmijë dëshmorëve, Zoti i shpërblet ata me xheneti që pashyme heqe në xhenet janë, për të mos zak më tepër lavdi të gjithë dëshmorëve kudo që ka dhënë. Faleminderit. Faleminderit Paca Qemail. Respekt për jetë për dëshmorët dhe familjet e tyre. Të lumt ju, çfarë djem dhe vasha keni lindur dhe keni rritur. Të lumt ju që luftuat për atë. Për shkak të rëndësisë strategjike dhe historike si betejë, edhe vetë Koshavja si rajon gjeografik mbetet e shenjtë, për çka qeveria e Kosovës e ka shpallur zonë me interes të përgjithshëm nacional në një sipërfaqe prej afro 2500 hektarësh. Dhe jo vetëm Koshavja, por të shenjtë mbeten të gjitha fushbetejat anë kënd Kosovës, si dhe sakrifica e djemve dhe vashave më të mira të kombit. Ne që nuk kemi luftuar, është mirë të paktën t'i vizitojmë fushbetejat, sepse ato flasin shumë. Tani, i ftoj në skenë të gjithë veteranët e luftës së Kosharës që të bëjnë një fotografi si kujtim të përbashkët. Në emër të organizatorit ju falenderoj nga zemra që ishit pjesë e kësaj akademie përkujtimore për të nderuar e kujtuar dëshmorët e kombit. Po ashtu ftojnë një koktejl rasti që Komuna e Litisë ka shtuar për ju në holin e shtëpisë së kulturës. Ndërkohë, dëgjojmë edhe një herë këngën kushtuar dëshmorëve të Komunës së Litisë. Faleminderit shumë, respekt për jetën e dëshmorëve të luftëtarëve të Litisë.